Në një kohë kur dia është forca më e madhe që ndërton të ardhmen, sot mblidhemi me zemër të plotë për të ndëruar për kushtimin, sakrificën dhe ëndrat e të rinjve tanë. Manifestimi për ndarjen e bursave për studentët e Plavës dhe Gucisë. Ky manifestim nuk është vetëm një akt mbështetjeje financiare, por një premtim i gjallë që besojmë në potencialin e tyre dhe në rrugën që ata po ndërtojnë me mend dhe me dije. Ky moment është dëshmi se kur komuniteti qëndron pranë rinisë, lind shpresa, forcohet besimi dhe hapen dyert drejt një të ardhmje më të ndritur. Sot ne nuk shpërndajmë vetëm bursa, por ne mbjellim ëndra, ushqejmë ambicie dhe ndërtojmë ura drejt suksesit. Si fillim në hapjen e këtij manifestimi, fjalën mori organizatorja Vjolca Lika Çobaj, e cila uroi mirëseardhje për të gjithë studentët dhe të pranishmit. Ajo u shpreh e kënaqur që pas një kohe të gjatë për kushtimi, ëndra për të ndihmuar studentët në mal të zi u bë realitet. Në fjalën e saj falenderoi të gjithë donatorët që vazhdojnë të kontribuojnë për vendlindjen. Më lejoni që në fillim fare, në emër të Fondit Humanitar Troje Tona, në emër të gjithë bashkëpunëtorëve tanë, t'i uroj mirëseardhjen të gjithë studentëve dhe t'i falemderoj që janë sot, kanë ndarë kohën dhe janë sot me ne. Njëkohësisht e ndjej një farë entuziazmi dhe një farë, le të themi kështu, kënaqësie, që më në fund diçka që kemi folur që vitin e kaluar, se si mund t'jetë mundësia që të vim në Plavë, ne këtë vit veç e kemi realizuar, dhe vërtet përveç emocioneve që ka Shabani, ka më dhe unë shumë emocione, pasi që ne fatkeqësisht, jo shpesh vim në Plavë e Guci. E ndoshta është si obligimi të gjithë neve që her pas here të vizitojmë pikrisht këto treva shqiptare në Maltëzi. Unë do doja po ashtu që në emër të Fondit Humanitar Troje Tona, në emër të gjithë bashkëpunëtorëve, për edhe në emrin tuaj, të falemderojmë të gjithë ato bashkëdhetar tanë, donatorët të cilët jetojnë dhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që rregullisht vazhdojnë të kontribuojnë në vendlindje. Dhe takimi i sotëm, ndarja e bursave për student, është vetëm një formë, vetëm një nga format e kontributit që ato japin në vendlindje. Dhe duhet ta them tani për hir të së vërtetës edhe për atë që jemi në një le të themi eveniment publik, Troje Tona gjatë vitit që lëm pas, kanë pasur disa aktivitete të larmishme, qoftë duke ndihmuar në fushën e shëndetësisë, duke ndihmuar në spitale, duke ndihmuar në qendra shëndetësore. Po ashtu persona me le të themi kështu me shqetësime të ndryshme shëndetësore, po ashtu familjet në nevojë, jetimet, por edhe për bursat për student, pastaj fëmijët me pengesa në zhvillim, qendra ditore, dhe shumë e shumë kontribute të tjera dhe shumë e shumë fusha të tjera, në të cilat një farë mënyre ne këtu jemi edhe si borxhli ndaj tyre. Dhe unë do doja që t'i falemderoj të gjithë, të cilët vazhdimisht kontribuojnë tek Fondi Humanitar Troje Tona, kurse për ditën e sotme më lejoni që posaçërisht të falemderoj familjen Lukaj, Vjosa dhe Richard Lukaj, të cilët rregullisht sigurojnë më se 50% të fondit për bursa për student. Dhe është veçanërisht për të cekur kontributi i tyre jo vetëm për bursat për student, por edhe bursat që ndihmojnë për të gjithë studentët që regjistrojnë
fakultetin në Rochester Institute në Kosovë, në Prishtinë, ku gjithashtu familja Lukaj siguron gjysmën e bursës për vitin akademik. Po ashtu, përveç familjes Lukaj, ne kemi edhe familjen Hajdari, e cila është kontribuese tek fondi për bursat për student, por njëkohësisht duhet ta them se ato janë edhe familje, janë edhe donatorë të cilët kontribojnë edhe në fusha të tjera. Veçanërisht dua ta theksoj kontributin e familjes Hajdari në gjitha aktivitetet sportive sidomos, do të thotë që organizohen në Ulqe, në Anë të Malit, por edhe në treva tjera shqiptare. Po ashtu donator tjetër që duhet ta përmend është edhe familja Kurmemaj, të cilët besoj gjithë keni dëgjuar për ta, për kontributin e tyre të madh, dhe në fund fare do doja të falenderoj edhe Fondacionin Plave Gusi, të cilët kanë dhënë një kontribut dhe kanë filluar një bashkëpunim me Fondin Humanitar Troje Tone, gjë që shpresoj të vazhdoj. Bashkëpunimi i tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një farë mënyrë na ka sjellur edhe ne sot këtu. Për gjë është ekstra një falemderim. Po ashtu do doja të falemderoj edhe gjithë donatorët tjerë, të cilët kontribojnë tek Fondi Humanitar Troje Tona rregullisht dhe shpresoj, uroj nga zemra që ne të gjithë në një farë mënyre të kontribojmë edhe ne sadopak këtu në vendlindje, sadopak për gjitha ato çështje që ato i shohin jetësore nga letimin nga gurbeti, nga atje se ku jetojnë dhe veprojnë. Më pas fjala kaloi tek bashkëpunëtori ynë Haxhi Lajqi, i cili theksoi se ky është një moment i veçantë dhe i gëzueshëm për të gjithë. Për mua personalisht i gëzueshëm, edhe sinqerisht kam gëzime, i shqetësuar për gëzimit, sepse tash 40 vjet gati jam në arsim, ndërsa me fondin dhe me antarët e fondacionit dhe me këtu njerëz që punojnë vazhdimisht, për ju jam që 7 vjet. Prandaj vin nga Rozhaja, qytet që është më i lartë, më në veri të Malit Zi, edhe një vend që për fat keq është asimiluar më së shumtit. Unë pas arsimit, tash disa vjet punoj me kursant të gjuhës dhe kulturës shqipe në Rozhaj, e numri i tyre sinqerisht ka kaluar mbi 100. Këtu bashkë me ju sot, kemi edhe disa antarë që të atyre kursistëve, të cilët edhe do të performojnë me 2 pika muzikore, valle, por dua, çka kam të shtoj gjitha ato që i tha Vjollca. Sinqerisht, s'kam as shka me shtua, por deshta t'ju them se po ju shoh shqetësuam rreth leximit të asaj. Qujen çka keni shkruar diçka, nuk keni në provim. Sinqerisht. Mos u shqetësoni fare. Ta lexoni sikur t'ishit pranë shtëpisë juaj, pranë familjes juaj. Sinqerisht. Sepse kem dëshirë na, kanë dëshirë ata atje që kafshatën e gojës tyne e kanë nda me ju. Sot edhe do të ndajnë edhe herave tjera, por varet për jush, sinqerisht. Studentët të cilët mësojnë, shkojnë përpara dhe vinë që ju jini e ardhmja jonë. Ju jini e ardhmja shqiptarve. Dhe edhe unë, Vjollca, nuk është të tepërt, që t'i falenderoj gjithë mërgjimtarët tanë që me kohë gjendën sidomos në Amerikën e largët, e që në vazhdimsi janë me ju, janë me ne dhe sinqerisht e kanë emrin e mirë trojet tona. Këtu deshta t'i falenderoj Vjollca edhe sot, sepse kemi 3 shtëpi, sot 2 shtëpi të mjetëve të informimit, është Radio Televizioni Fontana, Bacizeq atje nga Istogu, dhe televizioni i Malit Zi, emisionin në Shqip, Zoti Djali Marash Dedvuc. Programi artistik u pasurua nga grupi i kërcimtarëve të valleve shqipe nga Rozhaja, të cilët sollën një valle popullore duke krijuar atmosferë të ngrohtë festive.
Vjolca Lika Çobaj, organizatorja e këtij manifestimi, deklaroi se ndarja e bursave ka nisur që nga viti akademik 2020-2021 dhe vazhdon të mbështes shumë të rinj në këtë rrugtim të tyre arsimor. Ne me ndarjen e bursave kemi filluar nga viti 2020-2021, kur është bërë hera parë e shpërndarjes së bursave për student, dhe ky është viti i 6 me radhë. Me të vërtetë që fondi në fillim ka qenë shumë i vogël së sot, kurse sot me le të themi shumë e plot krenari mund të them që fondi i dedikuar bursave për student është afër ta them shumën e saktë më mirë 77.000 euro. Përfitues të bursës janë 68 student, dhe ajo e cila në fillim ka filluar vetëm bursa për student nga një trevë, sot ka përfshirë të gjitha trevat, trojet shqiptare në Maltezi. Dorentina Hakaj Plav. Dorentina solli një prezantim të veçantë duke reflektuar talent dhe përgatitje të mirë. Ajo përfaqësoi me dinjitet vendlindjen e saj. Besoj se vitet e para të jetës janë themeli çdo të ardhmeje. Unë kam zgjedhur këtë drejtim sepse dua të jem pjesë e këtij fillimi. Dua të jem ajo që ndihmon një fëmijë të besojë në vetvete, ta mësojë dhe të rritet me dashuri. Edhe pse jam ende në vitin e parë, ky udhtim më ka mësuar shumë çka. Nuk ka qenë lehtë, ka pasur sfida, lodhje dhe momente dyshimi, por çdo vështirësi më ka ndihmuar të formohem në një karakter të fortë dhe të palëkundur. Përgjatë këtij udhtimi të rëndësishëm jetësor, mbështetjen dhe forcën më të madhe e gjej tek familja ime, në veçanti tek babai im, i cili sakrifikoi gjithçka dhe vazhdon të sakrifikojë që unë të arrij ëndrat e mia dhe të arrij kulmet e suksesit. Puna dhe përkushtimi i tij është motivimi im që të vazhdoj tutje. Një rol shumë të rëndësishëm për fillimin e këtij udhtimi ka pasur edhe profesori Mehmet Sinanaj, i cili për momentin nuk është i pranishëm, por e përshëndesim përzemërsisht. Ai ka qenë një inspirim i veçantë dhe mbështetje jo vetëm për mua, por për të gjithë nxënësit e tij. Fjalët, dituria, mbështetja dhe përkushtimi i tij na kanë dhënë shpresë, vetbesim dhe motivim për të vazhduar zhvillimin ton, jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në aspektin jetësor. I jam thellësisht mirënjohëse për punën që ka bërë dhe mbështetjen e madhe të cilën ja ofroi çdo nxënës. Arlinda u prezantua me një punim të realizuar me përkushtim dhe kreativitet. Unë jam Arlina Sangjekaj, e rritur në Guci, në fshatin Martinaj, dhe jam studente e vitit të dytë në Prishtinë, në Kolegjin e Shkencave Mjekësore Rezonanca në drejtimin farmaci. Farmacinë e kam zgjedhur sepse gjithmonë më ka tërhequr kimia dhe mënyra se si barnat, të cilat janë të krijuara nga përbërje kimike, mund të ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e një personi. Ky kombinim me shkencës dhe ndihmës ndaj njerëzve ka qenë arsyeja e kryesore pse kam zgjedhur këtë profesion. Gjatë studimeve kam hasur sfida, sidomos për shkak të jetesës larg familjes, me zhdashur të përshtatem me një jetë të re dhe të bëhem e pavarur, duke kujdesur vetë për gjithçka. Kam pasur vështirësi, por jam e fat për familjen dhe shoqërinë që kam, të cilët më kanë ndihmuar dhe më kanë mbështetur në çdo mënyrë dhe këtë e vlerësoj shumë dhe ju falenderoj përzemërsisht. Pas përfundimit të studimeve, planifikoj të kthehem dhe të jap kontribut në komunën time. Besoj që njohuri që po fitoj mund të ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit për shëndetin. Shpesh shoh që njerëzit nuk janë mjaftueshëm të informuar për përdorimin e barnave apo për kujdesin ndaj shëndetit. Prandaj do të doja të jem dikush që i udhëzon dhe i këshillon. Besoj se me pak më shumë kujdes dhe informim mund të përmirësohet mënyra si njerëzit kujdesen për shëndetin e tyre. Në këtë rrugë, diaspora shqiptare ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e vendit tonë. Ata jo vetëm që na ndihmojnë ekonomikisht, por sjellin dhe përvojë dhe njohuri nga jashtë. Mbështetja për studentet përmes bursave dhe mundësive të zhvillimit profesional është një ndihmë shumë e madhe për ne. Sa i përket ardhmës time, synimi im është të përfundoj studimet me sukses në afatin kohor dhe të vazhdoj të zhvillohem profesionalisht në fushën e farmacisë. Dua të jem një farmaciste e përgjithshme që jo vetëm shpërndar barna, por edhe ndihmon njerëzit të kuptojnë më mirë si të kujdesen për shëndetin e tyre.
Ermir Lajqi Rozhaj. Ermiri u dallua për qasjen e tij analitike dhe mënyrën e qartë të prezantimit. Të nderuar studentë dhe organizator, unë jam Ermir Lajqi dhe vi nga Rozhaja. Kur dëgjoj emrin tim, Ermir më kujtohet zemra i familjes që më thret nga një dhomë në tjetër në Rozhaj. Aty mësova gjërat e para, jo vetëm për shkollën, por edhe për durimin, punën dhe shpresën. Sot studioj në Universitetin Haqi Zeka në Pej, në drejtimin e agrobiznesit, një zgjedhje që formua me kohë, mes dyshimeve, bisedave dhe endrave të vogla që nuk më lenin të qetë. E mbaj mend një moment të thjesht, por vendimtar, kur kuptova se kjo është fusha që dua ta ndjek. Nuk ishte diçka e madhe, por një ndjenjë që kthehej vazhdimisht kurreshtja për të kuptuar më shumë dhe dëshira për të bërë diçka vetë. Studimet nuk kanë qenë gjithmonë të lehta, ka pasur ditë të lodhshme dhe momente dyshimi, por gjithmonë ka qenë dikush aty, një profesor që ndihmonte, një mik që të shtynte përpara apo një mesazh i thjeshtë që të kujtonte pse ke filluar. Këto gjëra të vogla bëjnë diferencën. Edhe pse studioj larg, mendja më kthehet shpesh në Rozhaj, tek rrugët dhe njerëzit që meritojnë më shumë mundësi. Nuk e shoh largimin si shkëputje, por si përgatitje për të kthyer më i aftë, sepse ajo që mësojmë ka vlerë vetëm kur e japim rapsht. Diaspora shqiptare për mua është një urë lidhëse, ajo e mban gjallë lidhjen me vendin dhe ndihmon në shumë mënyra. Megjithatë, besoj se mund të bëhet më shumë, sidomos për studentët, përmes mentorimit, praktikave dhe ndarjes së përvojave. Fondacioni Trojet Tona është një shembull i mirë i ndikimit real. Për rreth 7 viteve ka krijuar mundësi dhe ka dhënë jo vetëm mbështetje, por edhe besim. Dhe ndonjëherë besimi është më i rëndësishmi. Sa i përket së ardhmes, nuk kam vetëm një plan të saktë, por një drejtim të qartë. Në afat të shkurtër dua të përfundoj studimet dhe të fitoj përvojë, në afat të gjatë dua të arrij sukses, por edhe të krijoj mundësi për të tjerët. Nëse do të shtoja diçka personale, do të ishte kjo. Rruga nuk ka qenë perfekte, por ka qenë e imja. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse e vlerësoj kaq shumë. Faleminderit për vëmendjen dhe durimin, miropafshim herave tjera, i dëshoj të gjithëve. Arisa Dervishi, Ulqen. Arisa u paraqit me vetbesim dhe stil të veçantë. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Arisa Dervishi dhe vi nga Ulqini. Aktualisht jam studente në Universitetin e Podgoricës, studioj fizikën. Kam zgjedhur këtë drejtim sepse gjithmonë kam pasur një kurreshtje të madhe për të kuptuar se si funksionon bota rreth nesh. Fizika për mua nuk është vetëm një shkencë, por është një mënyrë për të na shpjeguar realitetin. Ajo lidh matematikën me natyrën dhe na ndihmon të kuptojmë shumë fenomene, nga grimcat më të vogla e deri tek ato galaktikat më të mëdha. Gjithmonë më ka fascinuar ideja se si universi funksionon dhe si ligjet e fizikës ndikojnë në çdo aspekt të jetës sonë. Gjatë studimeve kam hasur sfida të ndryshme, sidomos për shkak të natyrës së vështirë të kësaj lënde dhe kërkesës për përqëndimin e vazhdueshëm. Megjithatë, këto sfida më kanë ndihmuar të zhvilloj disiplinën dhe këmbguljen. Përveç familjes, kam pasur mbështetje edhe nga profesorët dhe kolegët e mi, të cilët më kanë ndihmuar gjatë këtij rrugtimi. Pas përfundimit të studimeve, synimi im është të kontriboj në vendlindjen time. Besoj se arsimi dhe shkenca janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e një shoqërie. Do të doja të ndihmoja në edukimin e gjeneratave të reja dhe në promovimin e shkencës, veçanërisht fizikës, si një fushë me shumë potenciale. Diaspora na motivon duke na përkrahur me ndihma financiare që për ne si student ka një vlerë shumë të madhe. Ky është një hap i vogël për ju, por një mundësi e madhe për ne. Adhëtarët tanë po ashtu mund të kontribojnë duke shkëmbyer me ne përvojat e tyre të ndryshme dhe të suksesshme nga jeta e tyre, si dhe të na inspirojnë me ide të reja. Fondacioni Trojet Tona ka një rol të rëndësishëm në mbështetjen e studentëve dhe në zhvillimin e komunitetit. Besoj se puna e këtij fondacioni ka pasur ndikim pozitiv dhe do të vazhdojë të kontribojë në të ardhmen. Izefi nga Tuzi. Izefi tregoi për kushtim dhe seriozitet në prezantimin e tij. Ai dëshmoi se është një i ri me ambicie të qarta. Atëherë, unë jam Izefi, vi nga Tuzi, aktualisht jam student në Universitetin e Prishtinës në drejtim të arkitekturës. Fillimisht motivimi për me studiu këtë fushë buronte më shumë nga ambicet personale.
por mendoj se me kalimin e kohës, pasioni dhe dashuria për profesion nuk janë se lindin, po thjesht formohen. Gjatë 5 vite studime në mësimet më të rëndësishme që ka marrë është vlera e kohës edhe ndikimi i saj në mënyrën se si e perceptojmë gjithçka përreth nesh. Ky kuptim erdhi si rezultat i gabimeve të përsëritura dhe përpjekjeve të vazhdueshme për të menaxhuar drejtimin dhe ritmin e jetës time. Për këtë rrugtim dhe për mbështetjen e vazhdueshme jam thellësisht mirënjohës familjes sime dhe rrethit të tim të ngushtë shoqëror. Shpresoj që pas përfundimit të studimeve të rikthehem në vendlindje me një vizion të qartë për me adresu problematikat që hasën në gjitha hapësirat e trojve tona. Njëkohësisht synoj të jem shembull dhe burim frymësimi për të rinjtë që ndjekin rrugën time. Kurse nëse jeta më çon jashtë vendit, do vazhdoj të ndjek ambicet e mia profesionale duke u përpjekur të kontribuoj sa më shumë për vendlindjen time. Sa i përket fondacionit Trojet Tona, shpresoj që të vazhdoni me të njëjtin përkushtim dhe sukses, jo vetëm për ne studentët, por sidomos për ata njerëz jetët e cilëve janë prekur dhe përmirësuar fal iniciativave tuaja. Uroj që gjithmonë të keni kushtet edhe mundësitë për me realizuar misionin tuaj, po atë se keni edhe vullnetin edhe dëshirën. Në fund, besoj se fondacioni juaj ka një rol shumë të rëndësishëm në shoqëri, për te ndihmës konkrete ato nxisin bashkëpunim dhe solidaritet. Sidomos në kohët kur në botë po bizotrojnë luftë, urrëtie, le të jeni shembull i bashkëpunimit dhe mbështetjes. Shpresoj që shembulli juaj të frymëzojë edhe të tjerë në mënyrë që të ndërtojmë një të ardhme sa më të mirë për gjithë. Faleminderit. Monika Devukaj, nga Tuzi. Monika ushqua për kreativitetin dhe mënyrën e bukur të shprehjes. Unë quhem Monika Devukaj dhe vin nga Tuzi. Aktualisht jam studente në Universitetin e Donja Goricës në Podgoricë, në drejtimin e Politeknikës. Zgjedhja e këtij drejtimi ka ardhur si rezultati i interesit tim për fushat teknike dhe dëshirës për të ndërtuar një të ardhme profesionale që lidhet drejt për drejt me zhvillimin dhe përmirësimin e kushteve në vendlindjen time. Një ndër arsyet kryesore që kam zgjedhur këtë drejtim është dëshira për të kontribuar në malësi. Besoj se fusha e Politeknikës ofron mundësi të shumta për zhvillim, sidomos në aspektin e infrastrukturës, teknologjisë dhe përmirësimit të jetesës. Kam bindje se përmes njohurive dhe aftësive që po fitoj gjatë studimeve, në të ardhmen do të jem në gjendje të jap një kontribut konkret për komunitetin tim. Fillimi i studimeve ka qenë sfidues për mua, veçanërisht për shkak të gjuhës dhe përshtatjes në një ambient të ri akademik. Kjo periudhë kërkoi përkushtim dhe durim, por me kalimin e kohës arrita të përshtatem dhe të fitoj më shumë siguri në vetvete. Dhe gjatë këtij rrugtimi, mbështetja e familjes ka qenë shumë e rëndësishme, duke më dhënë forcë dhe motivim për të vazhduar përpara. Diaspora shqiptare ka një rol shumë të rëndësishëm për ne, sidomos për studentët. Ajo përfaqëson një mbështetje të madhe, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në ndarjen e përvojave dhe njohurive nga vende më të zhvilluara. Fondacioni Trojet Tona është një shembull i shkëlqyer i këtij kontributi. Ai është i angazhuar në mbështetjen e studentëve dhe në zhvillimin e komunitetit, duke krijuar mundësi për të rinjtë që të vazhdojnë studimet dhe të realizojnë potencialin e tyre. Punën e fondacionit e vlerësoj shumë, pasi ka një ndikim të drejtë për drejtë në jetën e shumë prej nesh dhe në zhvillimin e vendlindjes. Sa i përket aspiratave të mia për të ardhmen, në afat shkurtër synoj të përfundoj studimet me sukses dhe të fitoj sa më shumë njohuri dhe përvojë në fushën time, ndërsa në afat gjatë synimi im është të jap kontribut konkret në zhvillimin e malësisë dhe më gjerë. Kjo bursë për mua përfaqëson jo vetëm një ndihmë financiare, por edhe një motivim të madh për të vazhduar më përpara dhe me më shumë përkushtim dhe jam shumë mirënjohëse për mundësinë që na ofroi Fondacioni Trojet Tona. Dita Balidemaj, nga Plava. Dita prezantoi një punim të realizuar me kujdes dhe ndjenjën të përgjithësisë. Përshëndetje për të gjithë. Unë quhem Dita Balidemaj, e lindur në Plavë dhe jam banore e fshatit Martinaj. Jam studente e vitit të parë të Universitetit Shtetëror Hasan Prishtina. Dhe drejtimin të cilën kam zgjedhur është dega e drejtësisë juridiko. Kam zgjedhur drejtimin e fakultetit juridik sepse gjithmonë më ka tërhequr drejtësia, rregulli dhe mënyra se si funksionon shoqëria në bazë të ligjeve. Kurse motivimi im për të studiuar këtë fushë vjen nga dëshira për të kontribuar në shoqëri, për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë për mbështetje ligjore dhe për të qenë pjesë e një sistemi që synon drejtësinë. Nuk kam ndonjë ngjarje për këtë drejtim, por kam pasur persona të duar në jetën time
të cilët më kanë jepur dhe më shumë vullnet dhe të ndjem e sigurt për këtë vendimet e mia, sikurse janë familja ime. Një ndër sfidat të cilat I kam kaluar pothuajse me vërtetësi ka qenë largimin nga familja, largimin nga velindja dhe nga njerëzit e mi të afërt. Por nuk përfundon me kaq. Mbërriten vështirësitë në përballime në ngarkesës së madhe të mësimit, menaxhimit të kohës dhe presioni për të arritur rezultate sa më të mira. Por arrita në konkluzion që rruga drejt suksesit është gjithmonë e mbushur me sfida. Përveç familjes, ndihma për gjatë studimeve më ka ofruar nga miqtë e mi, të cilët më kanë mbështetur emocionalisht dhe kanë qenë aty sa herë unë kam pasur nevojë për ta. Miqtë e mirë nuk të lënë që të biesh, por të ndihmojnë që të ngrihesh dhe për këtë ju jam shumë falendëruese. Ujkia Daci, Rozhaj. Ujkia u paraqit me një punim të strukturuar mirë dhe me ide të qarta. Përshëndetje të nderuar. Unë quhem Ujkia Daci dhe vi nga fshati Daci Rozhaj. Fillimisht dua t'ju shpreh mirënjohjen time me të thellë për këtë mundësi dhe për përkrahjen që na jepni neve si të rinj gjatë rrugtimit tonë drejt dijes dhe ëndrave tona. Aktualisht jam studente në kolegjin e UBT-s në Prishtinë në drejtimin kimie aplikuar. Një ndër drejtimet më të reja dhe më të veçanta I cili dallon nga kimia e përgjithshme sepse nuk ndalem vetëm në teori, por shndron dijen e veprim. Kjo dashuri për kimin ka lindur që në fëmijëri, nuk ka qenë një zgjedhje impunuar nga dikush, por një ndjenjë që ka ardhur natyrshëm brenda meje. Me motivon të ideja se si materia formon gjithçka dhe si ndodhin ndryshimet dhe si bota lëviz në mënyrë të padukshme për të rregullt. Sa I përket të ardhmes, po, e mendoj kthimin e vendinjën time, sepse dua të kontribuoj në komunitetin tim, qoftë si mësimdhënës apo si kimisë e aplikuar, duke sjellë dije, zhvillim dhe ndryshim pozitiv. Në fund të fundit dua të them se çdo mundësi që na jepet dhe çdo njeri që fitojmë është një dritare drejt së ardhmes. Falkesoj mbështetja ajo që mëson shërben edhe për të gjithë komunitetin tim, për të ruajtur gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë si shqiptar. Besoj se me pasion, punë dhe zemër të hapur çdo ëndër mund të bëhet realitet. Faleminderit që më ndihmoni të ndroj dhe të krijoj ndryshimin që dua të shoh në botë. Azra Leshi, Ulqen. Azra solli një prezantim të rrjedhshëm dhe të menduar mirë. Ajo u dallua për komunikimin e sigurt dhe të qartë. Unë jam Azra Leshi, vin nga Ulqini dhe aktualisht ndjek studimet në Universitetin e Prishtinës dega mjekësie e përgjithshme. Të jesh mjeke do të thotë të ndërosh frikën në shpresë, duke I dhënë mbështetje pacientit përmes dijes dhe fjalës së mirë. Prandaj, mjekësia për mua nuk është thjesht një profesion, është mënyra se si unë kam zgjedhur të jem e dobishme për njerëzit e vendit tim. Kur fillova studimet, kisha ëndra shumë të mëdha, por pak ide se sa e vështirë do të ishte rruga. Me zhvillimit e dendur të librave, pas sigurisë dhe përballjes së parë me pacientin, mjekësia të mëson të qëndrosh në këmbë kur je I lodhur, të buzëqeshësh kur je I friksuar dhe të besosh kur dyshon në vetvete. Dhe nëse sot do të kthehesha pas në kohë, do t'i thoja vetes që është më e vështirë nga sa e mendon, por akoma më e bukur nga sa e imagjinon. Pas përfundimit të studimeve, qëllimi im është të kthehem në vendlindje, në vendin I cili më formoi. Mendoj se duhet rritur ndërgjegjësimi për shëndetin, duke edukuar pacientin në mënyrë që sëmundjet të parandalohen. Një nga ndryshimet themelore mendoj se duhet të jetë tranzicioni nga këndvështrimi e vizitoj mjekun kurse murem në kujdesu për shëndetin tim për çdo ditë. Kujtesa Kurti, Ulqen. Kujtesa u prezantua me një punim me vlera, me përmbajtje dhe domethënie. Kam kënaqësinë të jam këtu e pranishme mes juve. Unë jam Kujtesa Kurti, jam nga Ulqini, jam studente në Fakultetin e Mjekësisë, në degën Mjekësie e Përgjithshme. Mund të them se për mua kjo nuk ka qenë një zgjedhje e zakonshme, por alternativa vetme ku unë shihja vetëm në një të ardhmen. Padyshim që gjithmonë mua më ka tërhequr kuriozitetin ndaj këtij profesioni. Një hapëtimtar ka qenë natyra vetë këtij profesioni ku përveç njohurive të pafundme, paralelisht e ndjek edhe humanizmin. Si për gjithë studentët që largohen nga qyteti I tyre ku janë rritur për të vazhduar studimet, vështirësitë më të mëdha kanë qenë në fillimet e studimeve, sepse ne si studentë që shkojmë nga gjimnazet e Ulqinit, e kemi ndjerë gjithmonë veten larg studentave të Shqipërisë, sepse ne kur futemi në ato auditore atje, gjithmonë jemi, I çik diferent. Sepse atje studentët janë ekselenca e Shqipërisë, me cilën ne përballemi. Të studiosh mjekësi është sfidë në vete,
Jo vetëm për kohën e madhe që duhet t'i kushtosh studimit, por edhe përballja me raste shumë të vështira, të cilët për ne si student kur bijem në kontakt të parë me to, janë relativisht të rënda edhe psikologjikisht. Kthimi në Ulqin për mua është i pashmangshëm, sepse e ndjej që vendi im ka nevojë për mua dhe për njerëz si ne. Nuk dua të tingëlloj as pak egoiste, por që vendi ynë ka nevojë për ndryshime. Ky është një proces i gjatë, por ne duhet të jemi ato të cilët nuk heqim dorë kurrë për të ndryshuar këtë realitet. Nora Ahmetaj, Nora u dallua për përkushtimin dhe energjinë pozitive që solli në prezantim. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Nor Ahmetaj, jam rritur në fshatin Vuthaj dhe aktualisht po vazhdoj studimet të larta në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Fonologjisë, drejtimi gjuhë dhe letërsi anglize. Këtë drejtim e kam zgjedhur pasi jam rritur duke e mësuar këtë gjuhë dhe gjithmonë e kam pasur më të lehtë të shprehem në të. Për këtë arsye vendosa ta studioj pasi më është dukur se do të kem shumë rrugë të hapura me këtë degë. Përvoja ime gjatë studimeve ka qenë shumë e mirë, në fakt arrita të përshtatem më njëherë, pavarësisht se të gjithë hasim vështirësi, sidomos për faktin që jemi larg familjes. Njëkohësisht jam falënderuese që po e përjetoj këtë përvojë dhe eksperiencë, pasi më ndihmon të bëhem më e pavarur dhe të arrij me mund gjërat që dua. Gjatë kësaj periudhe jam ndjer e përkrahur nga familjarët, por edhe nga shoqëria ime e afërt. Këtë e vlerësoj shumë sepse nuk ndihem asnjëherë vetëm. Që e vogël kam pasur një lidhje të fortë me vendlindjen dhe gjithmonë ka qenë dëshira që ky vend të mbushej me rini, sidomos atë shqiptare, sepse është një vend që na dhuron siguri, paqe dhe mundësi. Kthimin pas e kam menduar gjithmonë dhe do të isha shumë e lumtur të kthehem dhe të kontribuoj. E gjitha është në dorën tonë dhe shpresoj që të gjithë të kemi dëshirë për të kontribuar në këtë vend, në mënyrë që të ketë një ardhmë të mirë. Anjeza Balidemaj. Anjeza prezantoi me elegancë dhe qartësi, ajo reflektoi disiplinë dhe seriozitet në punën e saj. Të nderuar të pranishëm, së pari ju uroj mirëseardhje në Plovë dhe Guci. Unë jam Anjeza Balidemaj, e lindur në Plovë, kam përfunduar shkollën fillore në Guci dhe shkollën e mesme në Plovë. Kam përfunduar fakultetin e infermierisë, ndërsa aktualisht jam në fakultetin e dytë në studime në fakultetin juridik, në Universitetin e Prishtinës. Kam vendosur të studioj drejtësinë sepse besoj fuqishëm në rëndësinë e ligjit për ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe të barabartë. Ligji është themeli mbi të cilin mbështetet rendi dhe siguria e çdo shtetit. Dhe përmes tij mbrohen të drejtat e njerëzit. Ky fakultet më jep mundësinë të kuptoj më thellë parimet e drejtësisë, të zhvilloj aftësi dhe të mësoj si të mbroj të vërtetën. Për mua, studimi i drejtësisë nuk është vetëm një profesion i ardhshëm, por edhe një mision personal për të kontribuar në shoqëri. Motivimi më i madh është babai dhe nëna ime, të cilët më përkrojnë në çdo moment. Dua të theksoj që njëra nga shtyrjet që të hyjnë në fakultetin juridik ka qenë dhe babai im, pasi që babai po ashtu e ka të përfunduar fakultetin juridik. Pra babai është inspirim për këtë profesion. Kam pasur vështirësi të mëdha, kam pasur vështirësi sepse më është dashur të udhtoj. Kjo ndihmë për mua është jashtëzakonisht e madhe, pasi që është një shumë e cila do më ndihmoj që të mbuloj shpenzimet dhe normalisht të ja lehtësoj edhe familjes këtë gjë. Unë dëshiroj që pas përfundimit të studimeve të kthehem në vendlindje dhe të kontribuoj për vendin tim. Do kontribuoja në të mirën e qytetarëve shqiptar të cilët jetojnë në Plovë dhe Guci. Disa nga gjërat që do doja të ndryshonin janë themelimi i shkollës së mesme të mjekësisë në gjuhën shqipe, pasi që vendi jon ka nevojë për këtë drejtim. Ledina Haxhaj, Plovë. Ledina u veçua në mënyrë të sigurt dhe të prezantimit për përmbajtjen e punimit të saj. Quhem Ledina Haxhaj dhe vi nga Hoti, fshati mbi Plovë. Jam studente në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Rezonanca në drejtimin infermieri. Zgjedhja ime për këtë profesion ka ardhur natyrshëm, nga dëshira për qenë pranë njerëzve dhe për t'i ndihmuar në momentet kur kanë më shumë nevojë. Kam zgjedhur infermierim sepse besoj se kujdesi për një njeri nuk është vetëm profesion, por humanizëm. Është një profesion që kërkon përkushtim të vazhdueshëm, durim dhe mbi të gjitha ndjenjë. Dëshira për të ndihmuar, për të lehtësuar dhimbjen dhe për të dhënë shpresë ka qenë forca që më ka shtyrë përpara. Jam pikërisht përvojat e jetës dhe njerëzit që kam takuar, që më kanë frymëzuar dhe më kanë orientuar drejt këtij rrugtimi, duke më bërë të kuptoj se e rëndësishme është të jesh pranë dikujt kur ai ka më shumë nevojë. Gjatë studimeve jam përballur me sfida të shumta. Përveç ngarkesës akademike dhe përgjegjësisë që mbart ky profesion, një ndër sfidat më të mëdha për mua ka qenë largimi nga familja. Ky largim nuk ka qenë i lehtë, ka qenë një sakrificë emocionale, momente me madh dhe mungesë.
por njëkohësisht edhe një forcë që më ka bërë të pavarur. Në këtë manifestim, para se të bëjë shpërndarja e bursave për studentët, të pranishmit ndoqën disa valle tradicionale. Ndërsa pas prezantimit të punimeve të nxënësve nisi dhe ceremonia e ndarjes së bursave. Gjatë aktivitetit u realizuan dhe intervista me nxënësit Mihat Selimaj dhe Ledina Haxhaj, si dhe me koordinatoren Vjolca Lika Çobaj, e cila ndau sfida dhe rrugtimin e saj drejt këtij fondacioni. Mihat Selimaj, prej Plavës, student i Plavës, e shkollën fillore kam kryer këtu, po ashtu edhe të mesmen këtu. Tash po studioj në Fakultetin e Shkencave Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Kosovë. Në Universitet Publik të Prishtinës, po në Universitetin e Prishtinës. Viti? Tash viti i dytë i studimeve. Çfarë studenti je? Student i mirë, pasi që sfidat e landëve të inxhinierisë janë goxha të vështira, po japim maksimumin edhe më të mirën tonë që t'ja dalim, me të arrisim një sukses të mirë. Ju keni arrit vetëm 2 student nga... Njëri nga 2 studentet prej Malit Zi që të regjistrohem në këtë universitet, pasi që kushti, kjo ka qenë që vetëm 2 student mund të pranohen nga Mali Zi në atë universitet. Në drejtim? Po, në atë drejtim. Mirë. Je edhe përfituesi bursës? Po, këtë herë për herë të parë, pasi që mora informacionin që fondacioni Troje Tona në bashkëpunim me fondacionin e Plavë Bosnisë e ndanin këtë bursë. Këtë vjetë isha shumë i kënaqur që arrita që të aplikoj në kohë dhe t'jem përfitues i sajna. Mirë, çka do të mund të ndihmoj ky bursë? Ta zgjen ndaj grim, ndaj problem, ata shtyr ndaj problem ndaj ditë, sepse jeta, dinamika, zhvillimi, shtrejtime, të gjitha ato
Sigurisht si na çojnë bukur gat këto se pas që na student atë edhe kem shpenzime, po edhe dim edhe me kursye goxha mirë. I falenderojm shumë i madh për çdo aty në familjarëve që kanë dhënë më të voglin kontribut për me na animua, jo vetëm mua, po edhe gjithëve, me shumë të ndryshme. E faleminderit që nuk i kanë dhënë edhe kolegët e mi që janë edhe fakultete private. Është një ndihmë shumë e madhe, është një shenjë shumë e madhe që mërgjimtarët s'po harrojnë vendin e tyre, edhe ju kisha bërë kërkesë, ju kisha thënë që gjithmonë të na kemë parasysh mos na harrojnë, e mos t'ju dhejmë bedora, po të vazhdojnë e të kontribojnë vendin e vetë, se nuk na kanë harrua, po le të vazhdojnë se ja forcojnë kulmin shtëpisë vetë që i kanë këtu në vend. Mirë, që se keni zgjedhur problemin e banimit, po më intereson edhe problemin e ushqimit atje, edhe problemin e udhëtimit në relacion për shembull ti Plovë, Prishtinë dhe Anasifas. Atëherë unë sa i përket udhëtimit, janë 2 linja ditore që shkojnë nga Plava në Pej, pastaj nga Peja vazhdojnë autobusat çdo 20 minuta në Prishtinë. Udhëtimi është goxha i shtrejtë për neve që udhëtojmë nga Plava. Sa i përket qëndrimit, unë jam student në qendrën e studentëve, po banoj në konvikte në qendrën e studentëve në Prishtinë. Aty kemi edhe vendin ku qëndrojmë, kushtet janë të mira, solide, kemi edhe mencën e studentëve ku edhe hamë ushqehemi aty. Shumë pagesa mujore është e konsiderueshme dhe reale për studenta. Dëshiroj sukses. Faleminderit shumë. Urime, gjitha të mira. Faleminderit shumë për ju. Shfrytëzof shto mjetë me njerë dhe me familje. Inshallah gjithë. Unë quhem Ledina Haxhaj, vi nga Hoti, fshat mbi Plovë, dhe jam në Universitetin e Kolegjit domethënë Rezonanca në infermieri. Në Prishtinë. Prishtinë. Mirë, cilin vit je? Jam në vitin e 3, pothuajse i mbarova studimet. Po, je përfituese e kësaj burse për herë para apo edhe herë tjera? Jo, është hera e parë që përfitoj bursën, sepse vite tjera nuk kam qenë informuar. Mirë, u ka taku bursë dhe atyre që studiojnë për kolegje privata, po? Po, ju ka takuar një pjesë e shumës. Po, qësh do në mi a këthyti vendit tënë këtë bursë që e ke marë? Të kthehem dhe të punojmë vendin tem, natyrisht. Je sigurt? Po, me plot kuptimin e fjalës. Po, që ta mërmenja, sa mundet më të shty problemet, më të zjedh në i problem vogël kjo bursë? Po, mendoj që është një ndihmë, goxha, nuk është edhe e vogël. Nuk është e vogël. Nuk është edhe e vogël. Mirë, e gëzofsh. Faleminderit shumë. Unë jam Vjollca Lika Çobaj, për ndryshe jam edhe koordinatore e Fondit Humanitar Troje Tona. Që sa vite ballafaqohesh me këtë sfidë të këtij fondacioni, sepse nuk besoj se është privilegj? Për mua në fakt privilegj është. Privilegj, kënaqësi, e cila në një farë mënyrë ka dhe sfidat e veta, por që ne po mendoj jo vetëm unë, por të gjithë bashkëpunëtorët që veprojnë këtu në Maltezi, e kemi një lloj kënaqësie që në një farë mënyrë të mund të kontribuojmë edhe ne, të bashkangjitemi të gjithë atyre bashkëdhetarëve tanë, të cilët veprojnë, punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë përzgjedhur, le të themi, kanë zgjedhur që të ndihmojnë në vendlindje. Dhe besoj që janë edhe ato një shembull i mirë për ne se si mund të kontribuojmë edhe ne të bashkangjitemi iniciativave të tyre. Për pos kësaj burse, e cila për të satën herë po shpërndohet? Bursa këtë herë është për të 6-ën vit me radhë, e cila ndahet studentëve nga trojet shqiptare, nga vise shqiptare në Maltezi. Përfituesit studentët ishin shumë mirënjohës dhe falenderues, sepse thanë, bile s'paku na i zgjedh do probleme financiare për një kohë të shkurt. Çka tjetër ndihmoni ju për post kësaj burse? Në çfarë aktivitetesh tjera jeni të përfshirë? Patjetër. Fondi Humanitar Troje Tona ka një gamë të gjerë, një larmishmëri të veprimtarisë së vet, duke filluar që nga familjet në nevojë, pastaj ndihmojmë edhe në fushën e shëndetësisë, siç janë familjet të cilat kanë persona të cilat kanë diabet apo një gjendje të caktuar shëndetësore, pastaj edhe fëmijët me pengesa në zhvillim. Fushë tjetër përveç atyre që janë vërtet në nevojë, ka qenë edhe fusha e aktiviteteve
le të themi kështu shkollore, edukative, sportive, argëtuese për fëmijë. Dhe unë në këtë rast do doja të theksoj aktivitetet e sportive siç janë klubi i voleybollit, i karates, pastaj kemi edhe një qendër edukative Bright Minds ku fëmijët kanë mundësinë të organizojnë aktivitete të ndryshme jashtë-shkollore. Tjetër çfarë mbështet Fondi Humanitar Trojetona është edhe le të themi organizimin e ansamblit të valleve dhe këngëve popullore dhe kështu e shumë le të themi kështu fusha të tjera. Mirë, fushë veprimtaria juaj shtrihet vetëm në territorin e Malit të Zi apo edhe te i kaloni kufit e Malit të Zi? Ne kemi pasur raste do të thotë vitin e kaluar që kemi filluar edhe jashtë Malit të Zi të veprojmë, pasi që përfaqësuesit e Fondit Humanitar Trojetona që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkëpunojnë edhe me organizata dhe me fondacione të tjera nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut dhe një farë mënyrë këto vitet e fundit ka filluar bashkëpunimi edhe me ta. Ashtu siç ka filluar edhe bashkëpunimi me Fondacionin Plavë Guci, me që rast ne jemi edhe sot këtu në Plavë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. Suksese. Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë se investimi në dije është investimi më i çmuar për të ardhmen, përmes mbështetjes së nxënësve dhe studentëve. Fondacioni po ndërton ura shprehëse duke dhënë të rinjve mundësinë të besojnë më shumë në vetvete dhe në ëndrat e tyre. Dikun afro 80 veta janë ata që kanë përfitu bursa sot dhe jo dhe s'ka do bursë në vlerë deri në 1.000 euro. Dhe më thonë afro 80.000 euro, kryesisht janë student nga Rozhoja, nga Plava dhe nga Gucia, po edhe nga Tuzi, edhe nga Ulqini. Kryesisht pra janë student nga gjithë trevat shqiptare, këta që po i shqipni këtu për rreth meje dhe nga ky parakalim në përqendër të Plavës, dhe të shkujmë të liçeni i Plavës, është një vend që nuk mund të kalohet letë pa shkuar me vizitu, edhe pse këtu kish student që thonë veç kur kemi parakalu, andej pari se nuk na ka ramë unale dhe me vizitu nga afër liçenin e Plavës. Kjo veç edhe po shifet, realisht, pastërti bash e jashtëzakonshme, shifi këta kontenierët këtu, as një letër nuk e gjenë që është hudhë jashtë kontenierëve. Edhe pse është ditë pushimi, kafeterit janë frekventuara nga qytetarë Plavion. Plavion, mirë po si kryqendër Plava, vizitohet edhe nga qytetet periferike. Edhe nga Gusia vihet këtu, sepse sidomos për tregti ka vende më shumë, ka markete më shumë, është pak qendër më e madhe Plava dhe si e tillë është shumë më e vizituar nga qytetet e tjera. Por nuk besoj t'ja kaloj Rozhajs. Në Rozhaj ka frekuencë 90 njerëzve, mirë po shqiptarët më shumë janë të koncentruar në Plavë dhe në Gusi. E këta kursist, këta student në fakt, edhe kursistët e kursit të gjuhës shqipe nga Rozhaja dhe qytetet e tjera që janë shumë pak të mbuluara me shqiptar, këtu hajde, më sëtot, ku kemi hongër që të bukri njëri herë që tu? Kafe kem pi që tu të parkingu aty, apo? Po, aty një qendër tregtare, po shihet, po, kjo është Hajro Shahmanović. Çka është kjo Hajro Shahmanović? Shkolla, me siguri, edhe aty një market, ideja ku kemi ble, ka jemi shku për Kosovë, prej këtu kur kemi qenë në vizit herën e fundit. Mirë, na do të lëmë rinjorin edhe me pamje nga qyteti i Plavës për ata që ndoshta edhe
nuk u ka ra rastin do njëherë të vinë dhe ta shohin plavën, nga afër as më pak edhe ta shkelin me këmbë.